Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim me protestën e Partisë Demokratike, e cila ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, dhe më pas do të vazhdojmë edhe tek çështje tjera, por fillimisht për të ndalur tek kjo çështje, ndjekim insertin dhe më pas rikthehemi. Se siç e shpëtuam opozitën kur dolin ta zhduknin, do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shqiptarët, do japim vendin që meritojnë. Nda edhe rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, 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 faleminderit. Këto ishin pamjet nga protesta e ndodhur ditën e djeshme nga Partia Demokratike. Për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Skënder Dika, ish deputet në Parlamentin e parë pluralist 1991 PD dhe së fundmi më 11 maj kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zonën e Shijakut. Zoti Dika, ju përshëndes, kënaqësi jeni me mua sot. Përshëndetje juve dhe gjithë shikuesve të televizionit tuaj. Zoti Dika, do doja ta nisnim fillimisht me pamjet që sapo pam pra nga protesta e ditës së djeshme e Partisë Demokratike. Si e keni parë ju këtë protestë? Si e keni lexuar dhe ndërkaq që ishte një mesazh i drejt për drejt politik për qeverinë, apo nga ana tjetër është edhe një reflektim për të gjithë pakënaqësinë qytetarëve nga të gjitha zhvillimet që po ndodhin në vendin tonë? Unë besoj të mos kem qeni vetëm, si unë dhe qindra dhe mira shqiptarë të tjerë brenda dhe jashtë Shqipërisë, e kemi ndjekur me shumë vëmendje, jo vetëm protestën mbrëm, por gjithë situatën politike që po zihen si një gërgullë vulkani prej javësh apo muajsh, mund të themi, kohët të fundit në Shqipëri. Unë dua që të mos bëj pjesë tek ato njerëz që i shohin këto ngjarje si sergji. Nuk i ka luksin asnjë shqiptar, asnjë intelektual, asnjë punonjës i medias, asnjë artist, ti shofi këto ngjarje në këtë formë mënyre. Unë i shoh me dhimbshurinë e një vetari, i shoh në dobinë e dheut, sepse situata sot në Shqipëri, kur është dhe konga e Qelintanës që thot la situazione non è buona. Situata në Shqipëri nuk është e mirë. Unë jam një ndër themeluesit e Partisë Demokratike dhe deputet i Parlamentit Parapluralist, por nuk kam në asnjëherë në batakun e militantit. Do të kisha pranuar me shumë qetësi morale, edhe një qeveri si të majtë, mjafton punonte në dobi të atdheut, në dobi të shoqërisë. Por nuk e gjeta kurrë të dëshirën time dhe vazhdoj të mbështes partinë që kam hedhë gurë në themelet e saj, që është 90-ën. Për këtë erdha pas 28 vjetësh në emigrim dhe u kandidova me kërkesë të demokratëve të zonës Shijakut përsëri për kandidat për deputet. Thënë këtë, unë e thash dhe në fillim, nuk jam një militant që veproj me logjikën e tifozërisë, por jam munduar gjithmonë të veproj me logjikën e njeriu të përgjegjshëm, gjithmonë në dobi të shoqërisë dhe të atdheut. Protesta e mbrëmshme dha dy mesazhe të fuqishme. I pari ishte për t'i thënë kësaj qeverie të papërgjegjshme, totalmente plotësisht e kapur nga krimi, e kapur nga njerëz me një ego të pallogaritshme për t'u pasuruar, sepse opozita ekziston, ka dhe motorët e ndezur, është aty me gjithë problemet e saj, por në të njëjtën kohë, por t'i thënë dhe drejtuesve të Partisë Demokratike, se populli shqiptar nuk është i gjithë i blerë, nuk është i gjithë i frikacak. Populli shqiptar e ka kurajën për të reaguar, por në kryesinë e Partisë Demokratike shoh që ka një shkputje të madhe me bazën e demokratëve në terren. Unë kam pas rastin me që u përfshiva në zgjedhjet politike me 11 maj të vizitoj oborrin e Partisë Demokratike dhe kur atje mungon dhe Berisha, edhe klubi, edhe praktikisht ishte bosh. Kur atje ishte i pranishëm në zyrë doktor Berisha, nuk gjeshe vend ku tulesh as klub, as ku të futesh në makinë tek oborri. Çfarë tregon kjo? Tregon që kemi një lloj monizmi politik edhe brenda strukturës të Partisë Demokratike.
ato generalet që doktori Manafër, ato vegjetojnë në hijen e doktorit. Unë me thonë drejtën, doktor Berishën e kam vlerësuar vazhdimisht, se është njëri me kurajo, unë jam shjakas dhe në shjakësit disa element burris i pëlqejmë dhe i vlerësojmë. Doktor Berisha është burr, po dhe fjallën e man, është trim atë që din e thot, për këto cilësi jam inamoru me te. Natyrisht, kush ka pushtet, kush ka buk do bojë dëthërime, njerëzit e akuzojnë për kush ka gojën lirë fordën për hirë, për çështë e vërteta me qeverisin e doktor Berishës dhe të Partisë Demokratike dhe të gjithë atyre demokratëve, se nuk është morale ta privatizosh meritën. Demokracia nuk erdhe as nga Skënderbeu, as nga Sali Berisha, as thjesht nga Partia Demokratike, që një vullnet i akumuluar për 45 vjet nga vujtjet e diktaturës komuniste. Ne na përzgjodhi fati qem të paret që u futëm, por nuk më të themi kur që jemi ne, sepse unë kam qenë në Tiranë ato vite 90-91, nuk më të harroj kur ato heroizmat të tirancëve që përballeshin në rrugët e Tiranës pa thirr, pa sjell me autobuse njerëz nga rrethet, me vullnetin e tyre dolën dhe mbështetën lëvizjet demokratike. Në fakt, zoti Dika, do duhet të kishte një reagim edhe mbas protestës së ditës djeshme nga ana e qeverisë apo nga vetë ana e kryeministrit Edi Rama, por deri në orët e para të mëngjesit të sotëm nuk ka pasur asnjë reagim. A lexoni këtë mungesë reagimi si një shmangje në dialog apo si një nënvlerësim të zërit të opozitës nga ana tjetër, por edhe të vetë qytetarëve? Shikoni zonjë nderuame, zakonisht reagon me ballë hapur njeriu që ka moralin e pastër. Njeriu që ka durët e pista asnjëherë nuk përballet siç përballen burrat, por përballet siç përballen horrat. Dhe ju e dini që horrat gjithmonë ndjekin rrugët e natës, jo rrugët e dritës. Drita e verbon horrin. Përballja është dritë. Njeriu që s'ka fryk, njeriu që ka durët e pastra, del aty dhe thotë urdhoni, jam akuzuar për te, por unë jam ky. Po si mund ta thonë atë që unë jam ky? Kjo qeveri që ka shit copa Bregdeti. Kjo qeveri që ka shembur teatër kombëtar për të hapë një shesh ndërtimi. Kjo qeveri që po betonizon Tiranën, po heq me dom dentisti çdo fije bari në qendër Tiranës. Unë kam pa aty këtë trekon që këto ditë ke ardhur për të 35 vjetor e Partisë Demokratike, ku ka qenë ai trekon që kushtari pa njohur, një gradiçik që kishte hyrë sipër, i kishte marrë frymën. Në vitet 91 aty ka qenë një lurish që zbriste para parlamentit, deri ke rruga Elbasanit vetëm lurish ishte, asnjë gjë tjetër. Sot e kishte myt betoni dhe parkeqi, po ato parakolpet e makinës po hyshin mbrenda monumentit aty këtë trekon. Imagjinoni çfarë babëzie politike për të pasuruar. Kjo qeveri që do të sheme dhe portën e Durrësit për të pasur shërbime dhe sheshë ndërtimi oligarkëve dhe vetë. Kjo qeveri që vjen urët nga tuneli, kjo qeveri që është duk si David Copperfield atë djegësin e Tiranës. Edhe njerëzit heshtin. Është e vërtet që pushteti ka ofiqe, është e vërtet që gjithë to lekët e vjedhur rishpërndahen për të blerë njerëz, po s'mund blesh një popull, nuk mund ta blesh gjithë popullin. Prandaj unë e bona ky shvillim thirrën për intelektualët, për artistët, për punojësit e medias, për njerëzit e ndershëm, reagoni më çdo ditë, nuk është e zemë se Sali Berisha nuk jeton më, zemë se Partia Demokratike ka gabim. Po pse kështu do rrinë më tash? Nuk është vetëm Partia Demokratike opozit, ka edhe shumë parti tjera. Qartë. Mos dalim aty me karrige për të rrit kredat personale politike. Bashkëpunojmë forcat dhe të themi stop. Sa është gjënov, janë 750.000 pensionistë nuk kapin punën e muajit në Shqipëri. Por nga ana tjetër, zoti Dika, ka edhe një pjesë të qytetarëve të cilët janë shprehur të lodhur nga të gjithë tensionet, por nga të gjithë bumi që po ndodh tashmë në Shqipëri me akuza ndaj qeverisë, me akuza ndaj Partisë Demokratike. Ju sot si pjesë e Partisë Demokratike, pra kur them Partia Demokratike jeni edhe ju sepse jeni aktualisht pjesë e saj, por edhe vetë Partia Demokratike këtu në Shqipëri, çfarë duhet të thonë qytetarëve mbas kësaj proteste që ndodhi ditën e djeshme? Unë mendoj që Partia Demokratike po e bon detyrën e vet me gjithë problemet që ka brenda saj, por duhet të përshkallëzojë radikalizimin e veprimeve të veta. Me fjalime është lodh si demokrati si qytetari ndershëm. Duhen veprime. Unë t'je i bën në koment dhe doktor Berishës, edhe ja thesh hapur se duhet të jem gjithmonë
i ndershëm me veten time dhe me njerëzit që më rrethojnë. Doktorësh, kjo qeveri po vjedh hapës, edhe opozita do t'i bëjë veprimet më radikale me hapës. Unë kisha deputet, po të kisha fitu, do i kisha propozu kolegëve të mi, urdhëroni zotin Gunjomi në grevurie aty mrena në parlament, dhe do shikoni ju se si antarët e Partisë Demokratike, demokratët e bazës, gjithë qytetarët e ndershëm, edhe të maj, do të kishin mbush radhët e tyre tek çadrat e Partisë Demokratike përballë parlamentit. Por kur shohin që deputetët morën rrogët, ndjekin intereset e tyre, dikush edhe bizneset e tyre, se me thënë drejtën, ti je opozitar, do të kesh 2-3 biznese, do të ecin mirë, do thotë që ke shkeli çiksyu nga ana tjetër e lumit. Edhe për këto të opozitës se kam vrejtje. Qartë. Unë ka mundësin me këtë hapësirë publike që ju më krijon, ju falenderoj gjithë ato punonjës medie që demonstrojnë integritet moral para shoqërisë. Të gjithë ato zëra opozitare, edhe jashtë duhet të ngrihen në dobi të shoqërisë tyre, të familjeve tyre, të armës të vendit tonë. Nuk është mirë të shesim ishurit për të bërë qoka politike. Nuk është mirë të shemi portën e Durrësit që është afeksion, është dobi ekonomike, dobi strategjike. Është çdo shqiptar ka kaluar me port. Ta shemish pse se do bëjmë një port turistik. Në Dubai, ato shekët nuk kanë shem një kacollë llamarinësh me bë Dubai, para kanë bërë larg. Pse duhet shemim një port në Durrës? Shumë mirë, në një vend tjetër Bregdetën, Porto Romane, ku do të qoftë, e boqëm të portën e jadeve. Por sepse ato oligarkët e Ramës thonë që në qendër të Durrësit ka ma vlerë 1 metër katror ndërtim. Sheme dhe me legët e qytetarëve bëjmë një port tjetër. Kjo është afera më korruptive e shekullit. Dhe unë kritikoj dhe opozitën që ka folur shumë pak për këtë çështje. Zoti Dika, në fakt do doja të ndalesha tek një tjetër zhvillim, tek rasti i zonjës Belinda Palluku pra zëvendës kryeministres. Kryeministri Edi Rama vetë ka deklaruar ditën e djeshme se kuvendi nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Ju si e keni parë të gjithë të zhvillim ndaj zonjës Palluku dhe nga ana tjetër, a mos ndoshta po vendoset këtu një precedent ku shumica parlamentare i vendos një pauzë, po e them në thonjza drejtësisë sa herë që çështja prek pushtetin? Shiko moj zoj, veprimi zonjës Palluku nuk duhet më rishkputur. Ajo është produkt i një sistemi të tërë që është kriju në këtë qeveri që mund të themi me plot gojën. Kjo po në rezulton një qeveri vagabondash. Kjo nuk po vjell, kjo po dhunon, kjo po merr me forcë gjërat. Nuk don me ditë fare që ekziston ligji, që ekziston populli. Sa kohë dënohesh opozita, këto duhet të rkisnin SPAK-un. Kur drejtësia po vepron dhe duhet ta falenderoj, ato janë herojt të vërtet tani të shqiptarëve, a me ndikimin e faktorën ndërkombëtar, a duke parë që është mush Kuba, ka arritur thika në Kocë dhe ato janë bërë koshient, duhet mbështet nga çdo shqiptar, nga çdo parti politike, jo t'i vemi kundra. Ato tani më ngjajnë si një hajdut i kapur në flagrancë dhe asnjë keni parë një hajdut të arrestohet pa bërë rezistencë ndaj forcave të policisë. Dhe unë ato i shoh si rezistenca fundit që bëjnë për të mos u dorëzuar drejtësisë. Por nuk kanë rrugë dalje. Janë si peshku në grep, nuk kanë katike, ne kanë filistojnë në vetë, shkojnë katë të temë. Qartë. Por nga ana tjetër, zoti Dika, është vetë kuvendi ku përmes shumicës refuzon të shqyrtojë edhe kërkesën e SPAK, pra në gjithë të fazë të hetimit. Apo shndrohet ndoshta kuvendi nga organi kushtetues në një mburoj politike për të gjithë antarët e qeverisë dhe pikërisht për rastin e zonjës Palluku? Po kjo shpjegohet shumë lehtë moj zoj. Unë nuk e kam njohur mirë, unë njoh mirë politikën, po jo prapaskendet e politikës. Këto 3 muaj që erdhën në Shqipëri më shërbyen shumë për të pa disa immoralitetet pa llogaritshme që kanë politikën shqiptare. Aty Edi Rama krenohet me atë shifrën kam 83-84 deputet, por nuk është i ndershëm, sepse ka ato numra 10-15 deputet vinë nga bota e krimit. Njerëz anonim që s'kan dhënë asnjë lloj kontributi në fushën e politikës kanë startuar politikë si një rrothe në qiell të hapur, dhe janë futur në parlament. Dhe njerëz me kontribute, njerëz me kualitete janë në Shqipëri është bler vota.
Në Shqipëri janë lëvizur mekanizma shumë të turpshme. Janë shtuar da unë për shembull që visha nga Italia, rrisha deri 11 natës, nuk kishim lek me orë bukë, e merrshim një picë ndaj për gjysmë ato shkret mbështetës i mbështetëshim mu. Kurse ato shkojnë në hajën darkën gjutë kalit, thot populli, me peshk. Ato shpërndashin 100-200 euro për votë. Kanë lëviz çantët me para në për qytet. Unë thjesha atë numër në tax force në spagut, nuk hapte telefonin asnjë. Kam dhënë dhe intervistë kësyri atëherë mas zgjedhjeve dhe s'ma mundi veshën asnjëri. E qartë. Ashtu legu më, lum. Ato nuk janë deputet që shprehen vullnetin e popullit. Ato janë deputet që shprehen dhe vullnetin e krimit. Rama, do t'i vitë tërë, thotë që kam 83 mandat. Të t'i vitë tërë, nuk janë gjithë mandatet e ti. Janë të badhe dhe krimin në përrethe. Qartë. Zoti Dika, nga ana tjetër, vetë kryeministri shqiptar Edi Rama e shuan të gjithë veprimtarinë e SPAK të nxituar, por nga ana tjetër flet edhe për masa ekstreme, pra sa i përket çështjes së zonjës Balluku që unë përmenda. Dhe pyetja lind se kush e përcakton tashmë se kur drejtësia është e nxituar, pra është vetë ligji ai që e përcakton apo në këtë rast është pushteti politik? Unë mendoj që e përcakton sovrani zonjë. E përcakton populli kush ka drejt. Edhe qytetarët duhet bëhen gjallë. Kam dy rrugë. Edhe Edi Rama nuk duhet bëj akrobaci politike me hutu opinionin publik, megjithatë bolino media që ka Shqipëria, që e pan gjithë shqiptarët se si në paratë e vjedhura të përgjimit e Ballukut thot aja dhe lekët bolinos. Tash nuk ka të qifën, ma kanë dalë hapës çdo gjë tash. Është qytetarët që vendosin. Rama duhet i shpjegoj popullit shqiptar, a je me korrupsionin, a je me drejtësinë. Mos bëj me hyrë në fushën e jurisdiksionit, është kompatibile, a nuk është kompatibile, a lejon kushtetuesja, a nuk e lejon kushtetuesja. Ai në radhë parë është njëri politik, nuk është jurist. Duhet i thotë qytetarë shqiptarë, si njëri politik, ti zotëri, je me njerëzit e korruptuar, je me vjedhjen apo je me drejtësinë. Këtë nuk po e bën. Këtë do t'i kërkojnë gazetarët e Ramës nëpër studio. Qartë. Mirë, zoti Dika, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund të limitit kohës. Pyetja ime fundit është për lëvizjen e zotit Saliani. Si e keni parë lëvizjen e tij që ndodhi para 2 javësh dhe takimet e tij që organizoi, por kur ndërkohë ditën e djeshme ishte i pranishëm në protestë dhe deklaroi se e gjitha e lëvizja ishte për të zgjuar demokratët. Shiko, unë me të gjitha problematikat që ngren Saliani, jam dakord. Saliani ka bërë një gabim. Taktik të vogël. Grekët e lashtë kanë pas një shprehje të bukur. Kur të vjen një lajm këtë derë, thonë, më përpara me merr me vërtetësinë e lajmit, po merr me besueshmërinë e lajmëtarit. Tani zoti Saliani e ka një precedent jo për fajin e tij, për fajin e se si Edi Rama pa të vënë durët për të kapur pozitën, ajo bë pjesë e anës gabuar të zhvillimeve, ka një precedent jo të hishëm në favor të vetës, dhe njerëzit e shfrytzuan këtë precedent. Unë kam parë komente dhe unë kam qenë pjesë e këtyre komente, që s'mund bi shkopi bezbollit me qajtë halë dhe Partisë Demokratike. Por ai parë ngren problematikat e tij në takime, i ka gjithë të drejta. Ka generale që doktor Berisha mban anësh e kanë humbur tavan, kanë humbur besimin, kanë humbur mbështetjen bazë. Doktor Berisha do të gjejë forcë, do të arrijë për të ri Partinë Demokratike. Duhet marrë edhe zëret opozitaar. Raporti me mendimin kundra është i dobishëm për çdo individ, për çdo qytetar, për çdo njeri me formim intelektual tek vetja. Po s'vlerësohet mendimin kundra, je njeri mbyllur, nuk ecën përpara në jetë. Dhe Partia Demokratike më jep përshtypjen sikur ka frykt përballet me antarësinë. Është mbyllur aty me minoritetën, nuk bëjnë llogaridhënie, nuk bëjnë takim. Po si është e model, Edi Rama fitoi zgjedhjet dhe mori kontaktet me gjithë bazën e Partisë Socialiste nëpër Shqipëri. Partia Demokratike i humbi dhe 6 muaj humbi kontaktet me bazën. Qartë. Mirë, zoti Dika. Nuk ka thegje. E fundit, edhe një mesazh për gjithë qytetarët shqiptarë dhe më pas e mbyllim. Unë i përshëndes gjithë qytetarët shqiptarë të majtë e djathë, me thënë drejtë, nuk jemi jashtë, i duam gjithë, i duam bashkë. Natyrisht kjo nuk unifikon qëndrimet politike, i bëj thirrje njerëzve të jenë sa më pak militant dhe sa më shumë të arsyeshëm dhe përbashkues për interesat kombëtare. Mirë, zoti Dika, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që nda sot me mua, ishte kënaqësi. Falenderoj që më dhet mundësinë të komunikoj. Faleminderit, unë jeni mirë pritur.
Jo, falenderoj. Shumë falenderoj. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Skënder Dika, ish deputet në Parlamentin e parë Pluralist 1991 i Partisë Demokratike dhe së fundmi më 11 maj kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zonën e Shijakut. Këtu po mbyllim këtë pjesë të parë dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë, ku do të dalemi sigurisht tek zhvillimet politike në vendin tonë. Kam të ftuar ditën e sotme zotin Artur Roshi, politikan shqiptar që prej vitesh është aktiv në skenën politike, kryetar i Partisë Balli Kombëtar Demokrat. Zoti Roshi, ju përshëndet, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Zoti Roshi, unë fillimisht do doja ta nisja me kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili ka deklaruar se kuvendi nuk do ta shqyrtojë kërkesën e SPAK deri në vendimin e gjykatës kushtetuese sa i përket këtu çështjes së zonjës Balluku, dhe pyetja lind nëse apo vendoset tashmë një precedent ku shumica parlamentare i vendos një pauzë drejtësisë sa herë që çështja prek pushtetin. Shikon, nuk ka asnjë gjë të habitshme. Kryeministri nuk se e tregon për herë të parë atë autoritetin e tij mbi gjitha pushtetet, gjëja të pavarura në vendin tonë. Është e udhës në një farë mënyrë, është e pritshme në plasa politike shqiptare. Mendoj se është një veprim jo i duhur. Shqiptarët nuk e meritojnë, ose drejtësia shqiptare për cilën ai shpesh herë bën sikur pret dikon që ruan pavarësinë e saj. Se duhet jemi të qartë, pavarësia e gjyqësorit nuk ruhet nëse pushteti qendror nuk do, me fjalë, në gjitha vendet e qytetëruara, politika është ajo që ruan pavarësinë e gjyqësorit duke mos futur duar nëpërmjet presioneve të ndryshme tek ai. Kështu që ne nuk e kemi ende këtë kulturë, le të themi kemi të kundërtën e saj, dhe kështu që kryeministri është në vazhdim e presioneve, si thua, politike mbi drejtësinë, që ai pretendon se ka ngritur vetë, edhe do me thonë bën çdo doj me të. Kjo është pak a shumë. E qartë, Zoti Roshi, nga ana tjetër, kryeministri shqiptar Edi Rama i shuan të gjithë veprimtarinë e SPAK të nxituar dhe flet ndërkaq edhe për masa ekstreme dhe duhet ndarë sepse kush e përcakton se kur drejtësia është e nxituar pa me veprime të nxituara, është vetë ligji apo është pushteti politik? Shiko, ai mund të ketë opinione, por nuk i lejohet të marrë vendime të tilla. Opinione mund të ndajmë të gjithë, të ndryshme me SPAK-un. Por nuk ka të drejtë marrë, sepse deri më sot sa herë kanë shkuar kërkesa në SPAK. Janë marrë përnditës, për shembull, le të marrim zvonës kryeministrin tjetër, zotin Ahmetaj, Arben Ahmetaj. Brenda 2 orëve i hoqi imunitetin. Të që ku ndryshon këtu një zvonës kryeministër me një zvonës kryeministër tjetër, po të njëjtit kryeministër. Nuk e do dallimin. Kështu që them që janë interesat pastaj që i ndaj. Zoti Rama mendohet që është shpejt një interesave të tija tek zonja Balluku, e cila si duket me sa kemi lexuar nëpër rrjete, mendohet që ai është tunduar për shkak të presioneve që ajo i ka bërë, pra për lidhjet që ajo ka patur në aferat të përbashkëta me të. Dhe kryeministri në një farë mënyrë ka zhbërë edhe atë vullnet që mendoj që mund ta kishte kundër zonjës Balluku për shkak të interesave të tij politike brenda Partisë Socialiste, se kjo nuk është e filluar, si thua, edhe pa, si thua, kanë marrë spunt edhe nga lëvizjet e zotit Rama. Nuk është thjesht drejtësia, se po t'ishte i të vepronte thjesht drejtësia, do ta kishim parë më të pavarur dhe herë të tjera, por tani Rama është bërë pishman për shkak të presionit që bën Balluku, nuk se është kundër heqjes Ballukut në thellësisht, në mendjen e tij, mendoj unë, gjykoj gjithmonë me intuitën time politike. E qartë. Ndërkaq, zoti Roshi, kryeministri referohet dhe raporteve të Këshillit të Evropës dhe Komisionit. A kanë vërtet këto raporte sipas kryeministrit pra lidhje direkte në rastin konkret, pra në rastin e zonjës Balluku, apo nga ana tjetër nga vetë kryeministri po përdoren si një argument autoriteti po i shuajt për të legjitimuar edhe një vendim politik nga ana tjetër? Shiko, nuk ka asnjë raport me fjalë që ku është problemi këtu? I ke një zvonës kryeministër, mund të zësohet me një tjetër. Çfarë problemi ka këtu?
kush do kujdeset për rrugët, thot zonja Balluku. A thua ti se mbaroi Shqipëria për njerëz të tjerë që mund ta zvendësojnë ata. Aq më tepër për një post qeveritar. Kështu që unë mendoj që të gjitha gjërat janë në një farë mënyrë në suazën e cejakeve të Ramës, derisa të vi momenti që ai detyrohet edhe nga presioni faktorë ndërkombëtar edhe ta lëshojë përfundimisht Ballukun, por ai nuk ka dëshirën që ta lëshojë zonjën Balluku sepse është bashkë me të, në fjalë. Nëse bie zonja Balluku, mendoj që bie zoti Rama. Mendoni zoti Roshi se do të vi vërtet momenti kur kryeministri shqiptar Edi Rama ta lëshojë zonjën Balluku? Pa nuk është e largë ajo, nuk sepse është presioni pozitiv i perëndimit i ndërkombëtarëve i Shtetit Bashkuar të Amerikës që vjen në tërthor, edhe nuk është e largë ajo. Ditë që zonja Balluku së bashku me zotin Rama do të detyrohen që të bëjnë lëvizje të tjera politike. Njëherë zoti Rama për të mbijetuar, zonja Balluku sigurisht do të është detyruar të shkojë të binte drejtësisë, një farë me vullnetit të drejtësisë. Këtë e bërë për përfituar kohë, zoti Rama, për t'i treguar zonjës Balluku që unë nuk i lëshoj bashkëpunëtorët e mi, pavarësisht se eksperiencat tregojnë që i ka lëshuar gjithë këto bashkëpunëtorët e tij, por nuk ka as moral për ta mbrojtur, sepse aferat janë kaq tronditse sa që kanë tronditur foshnjën në barkë të nënës tonë në zhargon shqiptar. Kështu që të kesh 314 apartamente, ku shqiptarët mund të ketë shqiptarë që kanë poshtë shkallave të apartamenteve, të pallateve, është skandaloze. Është një kështu, është një manim në fjalë alucinante. Kështu që gjykoj që zullumi është trashur kaq shumë sa që nuk ka zot që i shpëton. Kështu që zoti Rama po bën sipas me përpjekjet e fundit për të mbase për të drejtuar atë një qeveri teknike sipas presioneve të ndërkombëtare. Dhe unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë aq dorë jashtë në fjalë në këtë situatë politike që kalon vendi jonë. Pavarësisht se ata respektojnë të drejtat, mos futjen drejt për drejt në punët e një vendi, pavarësisht se ne dëshirojmë futjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse ne nuk jemi të aftë që demokracia jonë të qëndrojë në këmbë, mbi këmbët e veta, mbi rregullat e saj, kështu që në këtë kontekst, sa herë që ne kemi rrezik, drejtohemi perëndimit dhe i lutemi atyre që të na ndihmojnë, le të kujtojmë këto të gjitha ato si thua pikat e refleksionit ku shoqëria shqiptare ka rrëshqitur, për shembull në 97-ën, kur ne kërkuam të vinë trupat e huaj këtu për të vendosur qytetin, kështu me radhë në gjitha pikat kritike që ka patur. E qartë, zoti Roshi, në fakt, nga ana tjetër, kryeministri shqiptar flet edhe për brutalitet në ushtrimin e pushtetit gjyqësor, kur kritikat ndaj drejtësisë bëhen nga vetë kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama, rrezikon kjo të kthehet në anën tjetër në një presion të drejtë për drejtë ndaj të gjitha institucioneve? Shiko, zoti Rama do të kuptojmë që nuk ka më luksin të bëjë sikur e respekton drejtësinë. Kjo është e vërtetë. Dhe në këtu kjo tregon që ai është një pikë kritike të mbajtjes së pushtetit. Pra është në zgryp të mbajtjes së pushtetit. Pra pushteti i tij ka filluar të lëngojë edhe po zvarritet. Ju besoj edhe i honën që i bën protestë opozitës djeshme, gjitha media ndërkombëtare, se qëllimi i protestës ky është kryesisht, që të bësh me dije ndërkombëtare për të sensibilizuar ata që të bëjnë presion pozitiv dhe për të vendosur disa standarde demokratike mbi vendin në zhvillim siç është vendi jonë. Kështu që zoti Rama nuk ka rrugë tjetër përveç se këtyre marifetleve që mund të shtyjë, të zvarritet, të duket sikur qeveria nuk ekziston, sepse ka ca ditë që duket sikur nuk ekziston qeveria, sikur s'ka as kryeministër, as asgjë në vend.
por nuk do t'i shpëtoj dot. Kjo tregon krizën e thellë që ka kapur majorancën, që ka kapur qeverisjen e zotit Rama, që ka kapur të themi këtu me fjalë edhe segmentet të krimit në familje që kanë bashkëpunuar për afera të ndryshme me segmente qeverisë, me qeverinë direkt, siç kundër kemi të drejtë të havancojmë, mbi gjithë ato lloj aferash kaq të mëdha të ndryshme korruptive. Kemi drejt në Zotit të themi çdo gjë për ta. E qartë, por zotë Roshi, përveç këtij skandali po i shuhet zonjës Balluku, nga ana tjetër kemi edhe një tjetër skandal i cili është ai i Akshit, i cili është marrë në hetim. Si e keni parë të gjithë të zhvillim të fundit? Po, shiko, parat ikin nuk ka rëndësi në çfarë sektori ikin. Parat janë të shqiptarë, janë të buxhetit të shtetit, ikin sektorin e Ballukut, apo ikin ke Akshi, kjo s'ka asnjë rëndësi për shqiptarët. Thjesht na kanë ikur parat, edhe kjo qeveri nuk meriton më të qeverisi duke abuzuar. Akshi është një sektor tjetër ku abuzohet në mënyrë kështu flagrante, milionat e eurove janë kështu asgjeth e pemësh me që jemi në stilin e dimrit, por janë vetëm zero aty që shtohen, ju keni dëgjuar. Gazetarët janë shumë informatë, keni dëgjuar që nga 2 milion i shkruan SMS që bëje 4 milion euro, shtot 20 milion këtu, shtot 50 aty që kanë dalë nga përgjime, si që kemi dëgjuar gjithë. Këto janë skandaloze, të them të drejtë, nuk vera askush nuk e ka perceptuar nga ne, për te ndasive të bindjeve politike. Nuk e kemi perceptuar që mund të shkojë deri në Rexhem. Pra nuk kemi më të bëjmë me një qeveri që nuk e ka më nofrën, si thosh, ose etiketimin e qeverisë se ka humbur. Kështu që unë them që nuk ka shpresë për qeverinë, nëse shqiptarët do të jenë të bindur në familjen, ndjekin e rrugës protestat nuk janë thjesht të disa njerëzve që mendojnë ndryshe nga qeveria. Jo, protestat sipas mendimit tim janë që për të treguar një lloj kundërshtie për gjithë shqiptarët, edhe për ata që janë në kampi socialiste, për ata janë të gjithëve, nuk janë vetëm të njerëz palë dhe njëra palë vetëm humbet, humbasin të gjithë aty. Pavarësisht se një pjesë e shqiptarëve nëpërmjet punësimeve të ndryshme, rrjeteve të punësimit, interesave të vogla, meskine, këtu është momentit qeveria ka ngritur sistemin e pengut dhe i mban peng ata, por nuk është se ata e dëshirojnë. Për shembull, të gjithë keni dëgjuar edhe drejtorë të rëndësishëm, për shembull kabinetin e Ramës, të cilët nuk është se dëshirojnë më qeverisjen ose ministra që janë brenda qeverisë. Tani për shembull unë s'njoh asnjë ministër nga ata që janë, përveç të famshmes zonjës Balluku që nuk njohim, që çfarë janë ca njerëz anonim që nuk dihet nga vinë edhe ku shkojnë. Kështu që këta njerëz janë të papërgjegjshëm, nëse s'ke përgjegjësi publike, pra do thotë nuk ke atëherë nuk ke pse vjen vetëm për të vjedhur edhe nuk ke problem, nuk marr asnjë lloj përgjegjësie. Por nuk duhet vinë njerëzit e politikës, nuk duhet vinë merr nga rruga, merr nga ku do të jetë edhe futen politikë. Jo, do t'japi, dhe kështu është perëndimi. Do t'japi, politika duhet të ketë standardet e veta dhe çdo kush duhet t'japi prova që i qëndron marrëveshjes me publikun. Një familje kërkon një lloj standardi që të mbash marrëdhënien me publikun. Nuk është kështu me dy plane, një plan personal dhe një plan publik, me fjalë për politikanët që duan të kenë karrierë serioze, solide në politikën shqiptare, dhe kjo para politikanët europianë. Për shembull, unë mund të përmend një ish ministër, më duket në Francë, që vajzës e tij kishte përfituar 200 euro për një detyrë kursi nga parlamenti dhe ai bëri dorëheqje. Se mendoj që ja kanë dhënë nga influenca e babait që ka qenë ministër 200 euro. Kuptoni ju se sa larg është moralionit atyre? Kështu që po këtu mediat për hir të së vërtetës janë të gjitha të kapur, janë pengi tyre i qeverisë, i parave, i keni dëgjuar besoj edhe komunikimet e zonjës Balluku, kur i thoshte drejtorit të rrugëve që
ty vetëm një media Karlon të kam lënë dhe duhet ta mbash, sepse çunat e tjerë ose shfaqjet e tjera del si gangstere kjo Spiro Pali në kohën e zgjedhjeve me sa çuna nga mbrapa kur ti je kryetari i parlamentit, ke policinë, ke njerëz me uniformë. S'ka del si gangster me ca horra ashtu nga mbrapa në përqendra votimi. Kjo më ka mbetur nga shije e zgjedhjeve. Kështu që them që këta nuk janë më në qeveri, janë thjesht një grup njerëzish që kanë interesa të caktuara dhe nuk e di tash si. Mirë, zoti Roshi, unë çështja e fundit që do doja të ndalesha është protesta e organizuar ditën e dieshme nga ana e Partisë Demokratike. Do doja të ndiqnim se çfarë ka ndodhur dhe më pas rikthehemi për diskutuar. Besim se siç e shpëtuam opozitën kur dolin ta zhduklin, do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shqiptarët, do japim vendin që meritojnë. Nda edhe rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, 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 faleminderit. Mirë, zoti Roshi, ju si e keni parë të gjithë organizimin e kësaj proteste dhe nga ana tjetër pse nuk ka pasur ende një reagim nga vetë kryeministri shqiptar Edi Rama pikërisht gjatë ditës djeshme, por edhe mëngjesin e sotëm? Po sepse s'ka morale, si do mbroj vete. Në fjalë, protesta e opozitës është krejt normale, nuk ka ndonjë gjë që s'shkon. Nëse ka një flakadan, ju mbani mend që francezët për 50 cent i vën flakën gjithë Parisit. Pra, kur ata i vën flakën Parisit për 50 cent që u rrit në litrën e naftë apo të benzinës, shqiptarët në milionat e eurove që hyjnë nga buxheti i shtetit s'pas kanë të drejtë të hedhin një flakadan aty, dhe për nxjerr ato emocionet e momentit të çdo njeriu që mendon se ka një lloj kështu emocioni të brendshëm. Kështu që është krejt normale protesta e opozitës. Nuk, shiko, ka një gjë këtu. Nuk janë muret qeverie. Muret e godinës, është një mur aty që nëse shkatërrohet bëhet prapë. Nuk është ai problemi. Problemi i thelbi këtu, në fakt qeveria si koncept, në teori, është një nocion abstrakt i mendjes njerëzore, që ka shpjeguar mendja njerëzore për të, si thua, për të rënë dakord të gjithë që t'i binden vendimeve të saj, por në bazë të disa rregullave që ka vendosur shoqëritë njerëzore. Kështu që kjo është qeveria, nuk është qeveria thjesht u prish, fjala vjen u thye një xham aty dhe u bën anë. Ka ikur koha kur Partia Socialiste, qeveria, kishte përkrahjen e pamerituar, në fjalë të njerëzve të perëndimit pro Soros, të cilët një flakadan hitte opozita dhe ishin thoshin se çfarë po bëhej në Tiranë. Ndërsa sot ka ndryshuar situata dhe qeveria këtë lexon. Për shembull, mund t'ju bëj një pyetje, a ka ndonjë reagim nga ambasada amerikane? Jo, deri më tani. S'ka dhe s'ka për pa. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që në heshtje ato miratojnë, as nga perëndimi, as nga një kancelari perëndimore. Pra do të thonë që zullumi ishte trashur dhe qenia pasive e tyre, do të thotë që janë krahët opozitës dhe këtë kryeministri e lexon, prandaj nuk guxon që të në një mënyrë të përgjigjet edhe të kundërpërgjigjet protestës. Po si do i kundërpërgjigjet protestës? Çfarë logjike do ketë? Çfarë morali do ketë? Shikoj, edhe gënjeshtrat, mashtrimet kanë mbaruar. Gjithë këto ideja është që sipas meje, çdo njeri që vjen në krye të një shteti, me fjalë është si thua se shteti ka atë kuptimin paternalist, edhe është babai, si thua, i vendit, edhe duhet kujdeset për vendin. Por autokontrolli duhet të jetë shumë i fuqishëm. Për shembull, pse në vendet ku ka qenë ose ka ekzistuar mbretëritë ose janë mbretëritë ende për në Angli dhe në vende të tjera, aty janë më të matura
pse një mbret nuk, ose një princ nuk abuzon? Nuk abuzon sepse nuk ka emocion të parave, fjalë. Do të thotë që stabiliteti ekonomik ndikon shumë, ndërsa ne këtu bëhen kryeministra, sidomos përgjithësia e majta, e ka shumë emocion e para se ka teksuar. E djatha kam pakat jo se ndryshon, njerëzit janë po njerëz, por është kapitali që ata mundohet të vendosin, pra e djatha bazohet tek pasuria, ndërsa e majta bazohet tek e kundërta e saj. Dhe këto njehen në filozofi politike, në fjalë që Marksi që është dorëzuar para kapitalit, se Marksi ka qenë kundër, edhe këta janë të gjithë marksistë, emocioni i parasi i shkund edhe mendja e tyre bëhet vetëm një mendje kusare në teori filozofët. Kështu që po çfarë kemi bërë në këto 15 apo 16 vjet që vjen e majta, nuk ka rëndësi është Rama apo Çnano apo tjetër apo tjetër. Kemi vënë vetëm abuzime. Mund të thoni që ka patur edhe kur ka qenë Partia Demokratike. Sigurisht, sipas meje edhe Partia Demokratike si një parti e qendrës djathtë, sërish ka patur, por kanë qenë shumë herë më të vogla, më të papërfillshme. Megjithatë abuzimi është abuzim, jam dakord. Edhe duhen korrigjuar, por shqiptarët ende nuk e njohin shihen e djathtës së vërtet, asaj djathtës amerikane që Donald Trump po ringren në familjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, bazuar në filozofinë konservatore moderne europiane, themeluar nga doktrina e Burkes që 1860. Kështu që gjërat që të kenë, duhet të kenë themele që të kenë stabilitet. Kjo është ajo që, ose politika shqiptare duhet jetë më e matur, edhe do të thoshja që autokontrolli i kryeministrit personali i tij do t'i blente në këto momente. Nuk është të gjithë mund gabojnë, okay, por ai duhet të korrigjojë vetveten duke u larguar dhe pse jo duke kërkuar falje, sepse të gjithë kemi të drejtën, në një familje ai ka drejtë të thotë pse më paragjykojnë, unë po mundohem për mirë, por kështu e shikoj me kokë poshtë, mendoj që gota e mban ujin me kokë poshtë, nuk e mban me kokë lart. Kështu e shef e majta në përgjithësi, edhe ekonominë e majta asnjëherë e shkatërron, nuk e lërton. Edhe dakord, por përderisa të gjithë e shikojmë që po shqiptarët janë zhbarë, u dëgdisën në gjitha vendet e Europës, është për fat keq, të vjen keq, shëndetësia është mizerabël, pra që do thotë nuk vlerësohen jetët e njerëzve. Dhe sigurisht, duke mos patur ekonomi, nuk mund vlerësosh jetët e njerëzve. Nuk një pyetje kam, a mund të jetë më i lumtur kryeministri shqiptar se sa një biznesmen gjerman apo amerikan? Unë mendoj që jo. Sepse kur del ke porta e shtëpisë dhe ti shikon një mizerabilitet, plera, shikon njerëz të varfër, shikon njerëz të veshur me 15.000 lekë të gjithë nga koka te këmbët, që mund t'i kushtojnë rroba. Një njeri në fjalë duhet ndjejë keqardhje. Edhe në këtë kontekst nuk besoj që se lumturia këto ka, parametrat e lumturisë këto janë. Kështu që mendoj se biznesmeni gjerman apo amerikan jeton është më i lumtur se sa një kryeministër në vendet e lindjes, apo se Maduro, apo se gjithë ato vendet e lindjes, apo se edhe Putini që mbahet si kapu i tyre. Nuk ju e veni re që bën e majta, se gjithë zanafillë e saj, në fjalë strumbullari ishte Rusia, është Putini. Vret miliona mira njerëz atje, edhe nuk i bën syrtar. Edhe njerëzit si mund të ketë njerëz të lehtësitur që mund ta mbështesin kur ai vret njerëz për ditë. Më ka logjikë kjo, për çfarë bën luftën me atë në Ukrainë? Pse qytetarët, e kthejmë në vendin tonë, pse qytetarët zgjedhin akoma të votojnë zotin Rama dhe jo ndoshta një parti tjetër, nëse këtu është krijuar e gjithë kjo situatë pra ashtu si ne e dim deri më tani? Po unë nuk e shoh këtë që thonë juve, se ju e bëni fakt me fjalë që pse votojnë. Në fakt nuk e kanë votuar, sepse ne kemi parë, keni parë gjithë ato video që kanë dalë në abuzimin për qendra zgjedhore, për mos u futur tek ndarje 100 euro pension një muaj para, kur ligji nuk e lejon.
ka bërë shpërndarje të shumë parave të buxhetit shtetit në interes të zgjedhjeve, ku me ligj është ndaluar 3 muaj para ditës së zgjedhjeve. Shumë unë nuk besoj që realisht, nuk e them se jam kundërshtar i tij, por nuk besoj që zoti Rama është nga ata njerëz që bën zgjedhje të lira, jo se në përgjithësi Majta nuk i dëshiron lirinë e njerëzve demokracinë, sepse kërkon pushtetin. Shiko, e vetmja gjë që mundohen të bëjnë të Majtët në gjenezën e tyre është ata jetojnë nëpërmjet pushtetit, nuk jetojnë nëpërmjet kapitalit, nëpërmjet lirisë, domethënë pra, i sfidon liria. Edhe kjo se më është në shtëfilli i gjithë djathës e Majtë në gjithë botën, nuk është se është vetëm këtu keni. Kështu që përderisa nuk ka bërë zgjedhje të lira, ne vajtëm 30 vjet edhe nuk janë bërë zgjedhje të lira asnjëherë në Shqipëri. Nuk është thjesht që ti vetë edhe hedh të votën atje. Do janë votime. Puna është që askush nuk ka besim që janë bërë zgjedhje. Për shembull, sidomos këtë radhë, me qindra mijëra video, mesazhe, botë e krimit, e zhytur në po ç'pun kanë, qoftë edhe një trafikant, ç'pun ka trafikantin e votave. Pra do thotë që këtu kur tjetri ka 3 milion euro shishe vere, kantin vere, që nuk i ka një, po themi, në një muze, për shembull të një vendi që prodhon verë, mund të ketë qyteti. Kaq, mund të ketë kryetari i bashkisë së bashkie, jo kryetari i bashkisë së bashkie. Mund të ketë shtëpi e bardhë, po themi ne, që mund të ketë kantinën që nuk është për gjithë presidentët, fjala vjen, apo? Ose kancelaritë e ndryshme, po s'kan kurrë ose ato s'kemi dëgjuar ndonjëherë, ë? Nuk e të përfitojnë nga rasti kam qenë në kantinën e Zotit Bardha në Amerikë. E Krem Bardhës, është nga milionerët shqiptar, dhe po kam idenë që më ka bërë përshtypje që kantinën e vlerësonte shumë, atëherë ne nuk vlerësonim jetën, nuk vlerësonim verën, ka qenë shumë shpejt kur kam qenë. Dhe nuk besoj që e kishte këtë vlerë. Kur unë e pyesja sa bën një shishe verë, më thoshte bën deri në 1.000 euro. Kaq, po 33.000 euro, jo, 30.000 euro, 33.000 euro shishe verës, jo, s'ka qenë. Pra, çfarë dua të them? Dua të them që kur ti i vendos gjërat me parat e tjerëve, po janë gjëra pa sens, është një marrëzim, nuk e kuptoj, nuk është luks. Është thjesht heqimani, thjesht për të vjedhur edhe shpërdoron çdo gjë në mënyrë kështu drastike, në mënyrë të pakufishme. Kështu që aty përderisa ne s'kemi kufi të logjikës, as në bërjen e zgjedhjeve, as në votat duhet të jetë lirë. Për shembull, ne s'marrim nga fqinjit tanë. Greqia ka patur shumë probleme. Për shembull, dhe Greqia ka patur për shkak të smajtjes, problemet ekonomike, apo se marrim atë Papandreou. Qartë, po. Pavarësisht se ka qenë. Dhe u detyrua të shiste ishujt, apo. U detyroi Bashkimi Evropian të shiste ishujt. Mirë po, e rimorën veten, sigurisht duke ardhur e djatha prapa, një shotaqi është i djatha. E ka rimarrë vetëm ekonomia greke, mirë po grekët nuk i vjedhin vota. Se shiko, nëse do jetë, do të ishte për shembull kështu, çdo kryeminist në çdo vend të botës, nëse s'do të bësh kryeministri vjen me sfidën e demokracisë, nëse ne, sepse ne kemi ikur nga rendi socialist. Nëse do të ndërtosh rendin kapitalist për ta ndërtuar sa më mirë, për të shërbyer qytetarët vetëm me demokraci, vetëm me lirinë e qytetarëve, nuk ndërtohet ndryshe. Kjo është thelbi i këtij sistemi. Dhe konkurenca midis kryeministëve bëhet mbi gradët e lirisë që ata sjellin në sistemin demokratik. Nuk bëhet kështu, unë jam kryeministër, po të duash, e ban të rjetën pushtetin, çdo kryeminist. Edhe Berisha nëse me që ti referohemi, që është si thua lideri i opozicës, në 2013, po të mos donte ta lëshonte, nuk e lëshonte pushtetin. Do jemi dakord. Po kjo nuk do thotë se shqiptarët e votojnë. Po qeveria me 5 media i ka atje. Edhe ne i dim atë të abuzuar që nga senatorët e gjitha me radhë, edhe mediat janë të mbytura në pasojat e korrupsionit.
që flasin, pse nuk është banale që flasin të gjithë 10 veta vetëm në gjithë televizionet, edhe po të bësh atë biografinë e tyre janë gjithë ish oficerë, ish kaptera, edhe bëjnë si opinionist vetëm për të shpërndarë mendjen shqiptare, edhe kjo është banale. Për që liri e kanë ato televizione? Pra nuk flasin fare të në kushte normale. Kështu që përderisa sillen në kushte normale, nuk normaliteti kthehet vetëm me dorëheqjen e Ramës. Dhe unë them që një autokontroll i tij nevojitet në të raste për të mos patur pasoja vendi. Nuk bëhet fjalë këtu për individët. E qartë. Mirë, Zoti Roshi, ishte tepër kënaqësi që ishit sot me mua. Faleminderit shumë për gjithë informacionet. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Jetë mirë. Mirë, të nderuar televizionistë, e mbyllim këtu dhe këtë pjesë të dytë, ishim me zotin Artur Roshi. Do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi tek gjeopolitika. Mirë, shikues nderuar, ju përshëndes sërish, jemi rikthyer tashmë në pjesën e tretë. Do të flasim në këtë pjesë të parë për një general të lartë rus, i cili është vrarë nga një bombë vendosur në makinën e tij në Mos, duke shtuar kështu edhe tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës. Dhe pikërisht për këtë çështje kam të ftuar ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes. Ju faleminderit për ftesën. Zoti Dauti, për të kaluar tek çështjet e tjera më pas, do doja të ndalesha pikërisht tek ajo që unë thash dhe sulmi që ka ndodhur, a mund të jetë një përgjigje Ukrainës ndaj veprimeve ruse në luftën e Ukrainës, dhe ndërkaq a mund të ketë kjo edhe pasoja diplomatike midis Rusisë edhe perëndimit pas këtij sulmi që ka ndodhur në Moskë? Po, me fillimin e kësaj lufte, 4 vite më herët, ky nuk është atentati i parë. Kemi shumë atentate që kanë ndodhur si të figurave politike apo me ndikim të madh në Rusi, biznesmen të ndryshëm, po edhe general, oficer, të cilët u është bërë atentat. Tani kuptohet që dishohet se ekzekutor duhet të jetë shërbimi sekret i Ukrainës, e cila vepron në Rusi, dhe në disa raste kishin edhe suksese të mëdha. Na kujtohet para një viti nëpërmjet dronëve arritën që t'i shkatrojnë disa aeroplan të cilët mund të mbanin bomba bërthamore, dhe ai ishte suksesi më i madh i shërbimeve sekrete të Ukrainës. Mirëpo ne nuk kemi dëshmi se kush e ka ekzekutuar generalin nga fjalë, dhe çdo herë duhet të kemi dyshim, se kjo kuptohet që dyshimi kryesor është se është shërbimi sekret i Ukrainës në bashkëpunim me shërbime sekrete të perëndimit, po mund të jetë edhe një luftë në mes vete, në mes pushtetarëve të Rusisë, për shkak se kjo luftë si duket nuk është duke shkuar ashtu siç u planifikua, që të përfundoj shpejt, ja pra 4 vite dhe ende ushtria ruse nuk ka suksese të mëdha në fushë betejë, dhe ndoshta ndonjëherë fajsohen vetë generalet apo ushtarët apo ata ushtarë të cilët e kritikojnë pushtetin, mund edhe të ekzekutohen, prandaj përderisa nuk kemi në fakte se si është ekzekutuar, duhet ta marrim me dyshim se mund të jetë edhe një luftë në mes vetë rusëve për marrjen e pushtetit në Rusi. E qartë, mirë, Zoti Dauti, tjetër çështje ku kryeministri britanik ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e SBA-s, ku është diskutuar dhe situata në Ukrainë dhe emërimin e ambasadorit të ri në Washington. Pyetja është në informacionet tuaja se për çfarë temash kryesore janë diskutuar gjatë bisedës telefonike mes të dy udhëheqësve? Po kuptohet që kur emërohet një ambasador, ai duhet që të verifikohet apo të pranohet nga SBA-ja, dhe kishin një rast kur ambasadori i Britanisë së Madhe u detyrua që të jap dorëheqje për arsye se ishte involvuar në disa dezinformata në politikën e Amerikës, dhe ai do të zaventohet. Dhe para se të pranohet, kuptohet që duhet të marrë edhe lejen nga Trump, se nëse Trump nuk e dëshiron atë person të cilën do ta emërojë qeveria e Britanisë, ka drejt që ta refuzojë. Kjo është një pikë, po për sa i përket luftës në Ukrainë, kuptohet që ata kanë debatuar, diskutuar si do të financohet kjo luftë, për shkak se Amerika ka vendosur që mos e vazhdoj ta financojë luftën në Ukrainë, përderisa kryeministri i Britanisë nuk ka para që ta financojë këtë luftë, dhe përpiqen që të gjenë zgjidhje, dhe kuptohet bara më e madhe është mbi Gjermani, se ata ende kanë potencial për ta financuar këtë luftë, dhe
kuptohet që diskutojnë se si të vazhdojnë të financojnë luftën dhe si duket të gjithë negociatat janë duke dështuar dhe përderisa do të vazhdojë lufta, ajo duhet edhe ushtria e Ukrainës edhe të armatoset edhe të financohet dhe të gjenjë një zgjidhje në të ardhmen se çfarë detyra secili shtet do ta marrë që të përfundojë kjo luftë sipas parashikimeve të perëndimit, po kuptohet që edhe parashikimet e tyre janë duke dështuar, për shkak se tani për tani Rusia është në një pozitë shumë më të volishme se sa vetë perëndimi kolektiv. E qartë, zoti Daudi, nga ana tjetër, delegacioni i Ukrainës ka thënë se po punojnë në mënyrë konstruktive, por nga ana tjetër presin edhe rezultate praktike. Ju si e përshkruani të gjithë atmosferën, por edhe pritshmërinë e bisedimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po unë pres se do të dështojnë këta negociata, dhe për mendimin tim arsyeja kryesore është friga e Putinit që të arrijë një marrëveshje. Nëse presidenti i Rusisë arrin një marrëveshje me këta kondita të perëndimit, aty rrezikohet rrëzimi i pushtetit. Për shkak se parashtrohet pyetja çka u bë në këta 4 vite që arriti sukses Rusia. Në çdo aspekt që ta marrim, Rusia nuk është duke patur sukses në këtë luftë, për shkak se edhe në Ukrainë, edhe në Rusi janë vrarë shumë ushtarë, flitet dikon 3 milion ushtarë së bashku, dhe të gjithë ata janë slav, janë slavofolës, janë ortodoks, dhe nëse ky ishte qëllimi i Putinit, atëherë kuptohet që ai do të hyjë në historinë e Rusisë si presidenti i cili është një ndër ata i cili ka shkaktuar vrasjen e miliona rusëve dhe nuk e di për çfarë arritje suksesi mund të flitet këtu. Kuptohet që në territor po ashtu nuk kanë arritur asnjë sukses, për shkak se edhe me marrëveshjen e Miskut 1 dhe Miskut 2, Donbasi parashihet që të ishte një territor autonom, Krimen veç e kishin marrur më herët, dhe në aspekt territorial ata nuk kanë arritur apo shumë pak kanë arritur që të marrin territor nga Ukraina, po ne e dim që Rusia nuk ka asnjë interes për territor, për shkak se është shumë shtet i madh dhe nuk mund ta menaxhojë gjithë atë territor që e ka dhe nuk i duhet më shumë. Atyre ju interesonte që NATO-ja të largohet nga ai rajon, mirë po arriti kundër efekt, për shkak se edhe Finlanda, e cila është në kufi me Rusinë dhe është shumë afër Sankt Petersburgut, që është një ndër qytetet kryesore të Rusisë. Pra Finlanda tani rrezikon që të sulmoj Rusinë dhe të bllokoj detin Baltik, flotën ruse, ashtu edhe Suedia u bë anëtare NATO-s. Pra në vend që NATO të tërhiqet nga rrethi i Rusisë, ata ende u përforcuan më shumë dhe edhe një qëllim tjetër, pra në aspekt ekonomik, kishte dikun $300 miliard rezerva të bankës kombëtare ruse në hesapet bankare të perëndimit dhe si duket ata janë ngrirë ata para dhe ndoshta edhe janë harxhuar dhe edhe në këtë aspekt financiar pra ka dështuar Rusia. Prandaj unë nuk besoj që do të arrihet një marrëveshje dhe arsyeja është shumë e thjeshtë, për shkak se Rusia ende nuk i ka arritur qëllimet e tyre. Ata kur do të afrohen që ti arrin qëllimet e tyre, që unë besoj mbas një viti do të janë shumë afër, për shkak se gjitha territor të Donbasit dhe Zaporozhje dhe Ersonit dal nga dal do të arrijnë që ta okupojnë, atëherë do të jetë në pozitë më të mirë dhe kuptohet Evropa do të jetë më e dobët, për shkak se ata kanë hyrë në një recesion ekonomik dhe nuk do të kenë mundësi që ta financojnë këtë luftë. Dhe nëse tërhiqet SBA-ja ashtu sikur parashikohet nga kjo luftë, atëherë kuptohet që Rusia përfundimisht do të dalë fitimtar, por këtë do ta bisedojmë një vit më vonë. Qartë. Mirë, ndërkaq Rusia dhe Bielorusia kanë paralajmëruar vendosjen brenda pak ditësh të kompleksit të ri raketor oreshnik në territorin bielorus, një sistem me kapacitet bërthamor që mund të godas edhe objektiva në Europën perëndimore brenda pak minutash. Si e shihni gjithë të zhvillim zoti Daudi? Po tani Bielorusia është e parë në këtë luftë. Neve na kujtohet para 4 vite kur e sulmuan Ukrainën. Trupat ruse sulmuan Kievin nga Bielorusia dhe përderisa janë palë në këtë luftë, ata rrezikohen që edhe të sulmohen. Një ndër pikrat e dobta të kësaj lufte është Bielorusia, për shkak se nëpërmjet Polonisë dhe Ukrainës mund të sulmohet Bielorusia dhe të vijë edhe tendrimi i pushtetit.
Pra, prezidenti Belorusis Lukashenko është në sanksione perëndimore dhe kuptohet edhe që ka opozit dhe jo të gjithë banorët e Belorusis nuk janë të kënaqur me involvimin e Belorusis në këtë luftë. Mirë po, për këtë arsye edhe prezidenti Belorusis ka marrë disa hapa dhe është duke negociuar me delegatët apo delegacionet e SBA-s dhe së fundmi kishim një marrëveshje ku ai u detyrua që të lishojnë nga burgu të gjithë opozitarët e Belorusis dhe kuptohet që edhe SBA-ja ju premtoi se do t'u tërheqin disa sanksione. Pra është në interes të perëndimit që Belorusia të mbetet neutrale në këtë luftë, mos lejoj ushtrinë ruse që përsëri të sulmoj Ukrainën, dhe është interesi edhe i perëndimit, po edhe i Rusisë më i madh që ta kontrolloj Belorusin dhe tani për tani gjasat janë më të mëdha që Belorusia të mbetet në ndikimin e Rusisë dhe kjo është edhe arsyeja për t'i bërë garanca Belorusisë. Rusia ka dërguar bomba atomike në Belorusi, duke ju thënë që nëse ju sulmojnë Ukrainasit dhe Polonia, ju mund ta përdorni bombën atomike, po nëse kjo nuk ju mjafton, ja edhe raketat Oreshnik dhe që të ndiheni të sigurt se nuk keni një rrezik. Mirë po asnjëherë nuk dihet se sa efektive mund të jenë ata dhe në çdo kohë kjo mund të rrezikohet Belorusia, po ashtu mund të rrezikohet edhe Polonia, për shkak se shumë flasin se Polonia nuk do të sulmohet për shkak se Rusia nuk e ka okupuar gjithë Ukrainën, pasi që ta okupoj Ukrainën mund ta sulmoj Polonin. Mirë po ja që na tregon rasti sulmit të Ukrainës se Rusia mund të sulmoj edhe nëpërmjet territorit të Belorusisë dhe Polonia në këtë rast është e rrezikuar për shkak se ushtria ruse mund ta sulmoj Polonin pa e okupuar Ukrainën, pra të sulmoj prej territorit të Bjelorusisë. Pra, si duket në këtë vit, do të jetë e rrezikuar Evropa nga një luftë e mundshme më e madhe. E qartë. Ndërkaq, zoti Daudi, autoritetet ukrainase të inteligjencës kanë vlerësuar se ndonë se Rusia po ndërton infrastrukturën ushtarake për këtë sistem, por procesi ende nuk është përmbyllur plotësisht dhe pyetja lind se pse dyshohet se kërcënimi rus me sistemin Oreshnik mund të jetë më shumë presion politik se sa nga ana tjetër kapacitet real i mjaftueshëm. Jo, Rusia ka kapacitete reale për të sulmuar. Këta çka e thatë ju është propagande perëndimorëve. Për shkak se ata nuk janë të përgatitur. Nuk ka një sistem mbrojtës kundër raketave Oreshnik dhe kuptohet për ta qetësuar popullatën e tyreve, përhapin gënjeshtra dhe propagandë, se fjala Rusia vetëm bën bllaf dhe nuk e ka atë kapacitet, po kuptohet që Rusia edhe në kohën e Bashkimit Sovjetik e ka pasur atë kapacitet që të sulmojë Evropën me raketa balistike interkontinentale të sulmoj edhe SBA-n dhe kuptohet që tani 30 vite më vonë, me gjithat investim në teknologji dhe armatim, kuptohet që Rusia është forca më e madhe, ndoshta e kësaj bote në aspektin ushtarak, edhe pse në territor të Ukrainës është duke dështuar, mirë po duhet të kemi parasysh që e thot edhe vetë Putini. Ne nëse hym në luftë me Evropën, nuk do të jetë si rasti në Ukrainën, për shkak se ukrainasit ata i shiten si vlezër, si një popull, dhe kanë kujdes si sulmojnë. Përderisa me evropianët, atëherë do të përdorin teknologjinë më të re të armatimit dhe nuk do të kenë as pak mëshirë as për civilet, as për infrastrukturën e tyre, dhe besoj që nuk rrezikohet Rusia nga një sulm i NATO-s, për shkak se tani për tani nuk ka kapacitete NATO që ta sulmoj Rusinë, për shkak se kjo do të thoshte vetë vrasje si për NATO-n, po ashtu edhe për Rusinë, për shkak se përdorimi i gjithë atyre bombave atomike do të ishte një katastrofë për gjithë botën. E qartë, zoti Daudi, nga ana tjetër, çfarë roli do të kishte një vendosje formale e sistemit Oreshnik pa infrastrukturën e plot operative, sepse sipas vlerësimeve, nëse infrastruktura nuk përfundon, vendosja e lëshuesve raketor do të kishte më shumë karakter simbolik, po i shuaj se sa funksional.
Po tani ta kuptojmë këtë logjikisht, për shkak se nuk duhet të bëjmë pre propagandës perëndimorëve. Nëse dështon ai sistem në Belorusi dhe nëse nuk kanë arritur që ta instalojnë të gjitha në Belorusi, atëherë do të sulmojnë prej Rusie, nuk ka nevojë që të sulmojnë prej Belorusi. Nëse ata vendosin që ta përdorin sistemin oreshnik, pra nuk do me thënë që duhet patjetër prej Belorusie të lëshohen ato raketa. Prandaj gjithë ata perëndimorët që i bëjnë të gjithë këta propaganda duhet të gjejnë një mënyrë tjetër më të përsosur të bëjnë propagandën e tyre, se kështu janë fjalë të palogjikshme dhe kuptohet që sistemi oreshnik është përdorur pikërisht në Ukrainë, në Dnepropetrovsk, dhe që ka edhe incizime se si ata raketa godisin, janë 6 koka të raketës, të cilët godisin me njëherë dhe nuk ka ende sistem mbrojtës që mund të mbrohet për shkak se janë raketa hipersonike dhe përdorimi i tyre do të shkatronte të gjithë saqet që i parasheh sulmi atyre raketa. E qartë, nga ana tjetër, zoti Davuti, vendosja e këtij sistemi në Bielorusi shihet më tepër si një mjet presioni ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO-s për shkak edhe të afërsisë me kufijtë e aleancës. Ndërkaq, një nga elementët më shqetësues të sistemit oreshnik është reduktimi drastik i kohës së fluturimit të raketave drejt kryeqyteteve europiane. Si ndryshon e gjithë balanca e sigurisë në Europë kur koha e reagimit ndaj një sulmi zvogëlohet në vetëm pak minuta? Po tani nuk është vetëm çështje oreshnik. Rusia ka shumë raketa tjera, të cilat janë hipersonike, dhe raketa hipersonike sot e kësaj dite nuk ka sistem mbrojtës, të cilat mund t'i godas. Për shkak se për ta goditur raketën hipersonike duhet të kesh raketa antiaerore hipersonike. Këta nuk i ka, për shembull mund ta e kishim rastin e luftës Iran dhe Izrael, dhe kur Irani e lëshonte një raketë prej Iranit, edhe pse ishte një raket, ajo i godite saqet në Izrael. Pra edhe pse Amerikanët i kishin dhe ushtarët Amerikan i kontrollonin ata raketat kundërajrore, sikur sistemi THAAD dhe Patriot, dhe nuk mund t'i goditnin raketat hipersonike të Iranit. Dhe mund të paramendojmë që Rusia e ka një nivel më të lartë se Irani raketat hipersonike, dhe përderisa perëndimorët nuk janë në gjendje t'i godasin raketat e Iranit në ajër, si është e mundur që t'i godasin raketat e Rusisë. Pra, nëse një luftë e tillë do të fillonte, besoj që perëndimi për kohë shumë të shkurtër do të ketë pasoja të mëdha, dhe pas atyre pasojave do të jenë të detyruar palët që të përdorin bomba atomike e përsërisi, dhe që kuptohet do të përpiqen politikanët që mos vi situata deri aty, për shkak se në atë rast nuk do të ketë fitimtar. Mirë po kuptohet që Rusia ka investuar shumë dhe i mbron aleatët e tyre, si që është rasti tani me Belorusin, dhe qëllimi është më shumë që mos merr perëndimi ndonjë iniciativë që ta ndrojë regjimin e Belorusisë, për shkak se regjimi i Belorusisë me kryetarin e tyre Lukashenko tani për tani e mban anën e Rusisë në këtë luftë dhe kuptohet që e ka obligim Putini që ta mbrojë atë regjim të Belorusisë. E qartë, zoti Davuti, nga ana tjetër paralelisht raportohet për ndërtimin e një baze ushtarake sekrete pranë kufijve të NATO-s së dedikuar pikërisht për këtë armë. Cili është sinjali strategjik i cili dërgon ndërtimi i bazave të reja ushtarake pranë territorit të NATO-s? Po tani në këtë kohë vetëm diçka sekrete mund të bëj, nuk mund të bësh, për shkak se satelitët shiqojnë gjithçka, pra nuk është e mundur që të ndërtohet bazë ushtarake sekrete. Këta janë terminologjia të para 50 viteve, edhe atëherë s'ka pas spionazh, të cilat kanë hyrë dhe kanë fotografuar dhe i kanë dërguar ata të dhëna. E kemi rastin kur në Kuba, Bashkimi Sovjetik tentonte të formoj disa baza ushtarake me raketa bërthamore në 1962, atëherë aeroplanët spion të Amerikës i detektojnë dhe e detyrojnë Bashkimin Sovjetik që të tërhiqet prej aty. Pra nëse ata baza ushtarake ndërtohen, kuptohet që e drejtë e Rusisë që të ndërtoj, për shkak se edhe NATO-ja në Latvi, në shtetet baltike, në Estoni, në Litvani, është duke dërguar ushtar, është duke ndërtuar baza ushtarake,
e kemi edhe ndërtimin e bazë më të madhe ushtarake në Rumani, besoj afër Konstancës dikun, dhe përderisa NATO investon, është e detyruar edhe Rusia të kundër përgjigjet dhe përgatitet për një sulm të mundshëm nga NATO, është e drejtë e Rusisë që të kujdeset për territorin e tyre dhe nga çdo rrezik që ju kërcënohet. Edhe qëllimi i kësaj luftës në Ukrainë është pikërisht afrimi bazave ushtarake të NATO-s në territor të Rusisë, dhe sipas Rusisë ata ishin të detyruar që ta sulmojnë Ukrainën për shkak të rrezikut të NATO-s. E qartë, mirë, zoti Dauti, për ta mbyllur sepse jemi në fund. Sistemi rreshnik është përdorur vetëm një herë në një lëshim prove, por është paraqitur ndërkaq si armë që ndryshon edhe rregullat e lojës, po i quaj këtë në thonjza. Sa reale është ideja se rreshnik përfaqëson një ndryshim strategjik në të gjithë luftën, por edhe kërcënimet globale? Po tani ndryshimi më i madh i kësaj lufte janë dronët. Për shkak ne shiqëm që në fushë betejë të gjithë luftrat apo betejat bëhen nëpërmjet dronëve, dhe dronët kanë shkaktuar 80% e vrasjes së ushtarëve, dhe kjo është edhe arsyeja pse mund të mbrohet Ukraina gati 4 vite nga një ushtri shumë më e fuqishme sikur është ajo e Rusisë. Dhe kuptohet që teknologjia e ushtrisë apo e armatimeve do të përsoset edhe më shumë. Dhe sot e kemi oreshnikun, mirë po pas 5 viteve, 10 viteve do të kemi armë tjera që do të rrezikojnë si perëndimin apo perëndimi mund ta rrezikojë Rusinë. Dhe këta përdoren më shumë si provë, vetëm që si paralajmërim, që të thuajnë që mos tentoni që të na sulmoni, se ne kemi kapacitete të bashkëpunojmë të gjithë anijet, armë aeroplan mbajtëse, kemi kapacitete që të sulmojmë bazat e juaja në të gjithë Evropën, dhe kjo është qëllimi për shkak se ata përdoren si provë. Mirë po ajo prova që ka u lëshua është dëshmi se e ka atë teknologji Rusia, kuptohet për shkak se kanë investuar si në kohën e Bashkimit Sovjetik dhe ka vazhduar inovimi dhe investimi në teknologji. Dhe problemi është e perëndimit, të cilët kanë mbetur shumë bast në aspekt të rrisive në armatimin, sidomos në atë raket, sistemave raketore, dhe vetmja zgjidhje e perëndimit është që edhe ata të bëjnë një orishnik të tyre dhe që të mund edhe ata të kërcënojnë Rusinë nëpërmjet armëve raketore. E qartë, mirë. Zoti Dauti, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që ndatët me mua. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij programi, me kaq shpëmbyllim për ditën e sotme, bashkë jemi sërish nesër me tjera tema.